kujtur 2 herë, shpifs 5 herë, ke vjedh 4 herë, hajnë 4 herë. Po pse duhet kjo gjuhë mes dy politikanëve? Sigurisht që kjo gjuhë nuk është e preferuar as e imja, mirë po debat sigurisht që në ballafaqim edhe eskalon ndonjëherë situata. Mirë po, unë kam përdorur, jam munduar të përdori kulturën time dhe asnjëherë nuk e kam quajtur në emër siç më ka quajtur ai, por gjithmonë i jam drejtuar me Zoti Goshi. Kjo është kultura imja personale dhe familjes time, prandaj unë i bëj thirrje Zotit Goshit që të vije të ballafaqohemi me argumente dhe me fakte, sepse Zoti Goshi për 12 vite ka qenë kryetari i komunës dhe në mandatin e fundit, në 4 vjeçarin e fundit, nga 17 fshatra sa janë në tërësi në komunën e Biliqit, e them me përgjegjësi të plot për 15 fshatra asnjë cent investim nuk ka bërë Zoti Goshi dhe qeverisja e tij. Prandaj kjo e vërtet i dhemb Xhafer Goshit, prandaj edhe nuk dën ballafaqim me mua. E qartë. Po fillojmë me marrëveshjet politike në kuadër të nivelit lokal. Ju i keni 9 asamblist për ta bërë shumicën në asamble duhen 11 nga 21 gjithsej. Ku do t'i merrni edhe 2 vota të tjera nëse jeni në pushtet dhe duhet një mazhorancë në asamble komunale? Ne kemi 9 asambles nga viti 2021, kur edhe atëherë kam qenë kandidat për kryetar komune, kur patëm fituar vetëm 4 ulse në asamblen komunale. Ne tashmë kemi 9 ulse dhe jemi barabartë me pushtetin aktual atje, gjë për të cilën dua t'i falenderoj të gjithë qytetarët e komunës së Biliqit që na dhanë një besim kaq të madh, por kur jemi edhe te bashkëpunimi, unë si kryetar i arshëm sigurisht që pres bashkëpunim nga të gjithë asamblestët në komunën e Biliqit, i njoh një për një dhe i uroj mandatet e tyre, i uroj për mandatet e tyre, prandaj edhe pres bashkëpunim me ta dhe sigurisht që bashkëpunimi nga unë si kryetar nuk do të mungoj dhe jam i bindur që do të arrijmë një zgjuhë të përbashkët gjithmonë për të mirën e komunës tonë, gjithmonë për të mirën e qytetarëve tonë. Ky bashkëpunimi apo tingëllon si në nivelin qendror, pa marrëveshje politike, veç interesi i qytetarëve. Këtu marrëveshje politike, sigurisht që siç e potencuat edhe ju, 9 asamblesë kemi ne, 9 i ka Lidhja Demokratike e Kosovës, 2 janë nga lista serbe. Unë e them këtu me përgjegjësi të plotë që nuk do të kem bashkëpunim me listën serbe. Refuzoni bashkëpunim me 2 asamblesë. Refuzoj bashkëpunim me listën serbe dhe nuk do të ketë asnjëherë lëvizja vetëvendosje bashkëpunim me listën serbe, mirë po na mbetet këta asamblesë që është një asamblesti kësaj partije? Na mbetet këta asamblesë që janë, e që unë i përgëzoj të gjithë, sepse mendoj që janë djemë e vajza që e duan komunën, e duan qytetin e tyre dhe besoj që fuqishëm besoj që do të bashkëpunojnë. Pra, çështje të marrëveshjeve, bashkëpunimeve, koalicioneve para zgjedhore në aspektin e rundit të dytë nuk keni, sikurse plot qendra të tjera të vetëvendosjes para ballotazhit. Jo, para ballotazhit nuk kemi ndonjë marrëveshje me asnjë subjekt politik, ne kemi marrëveshje me qytetarën dhe jam i bindur që qytetari do të na votojë, për dallim prej Zotit Goshit që doli të kishte një marrëveshje me listën serbe në rundin e parë, që është në rundin e parë, sepse po e them këtë për arsye se numrat e tregojnë shumë më qartë e më mirë se që e tregoj unë. E kam Goshit cilësim?